Për gjithë ju miq që nxitoni për të arritur në destinacionet tuaja në këtë mëngjes, Blue Taxi ju vjen në ndihmë me një shërbim cilësor të shpejtë dhe komod. Kështu që mos hezitoni të telefononi për të marrë shërbimin më të mirë. E sa kaq ne tani do të shkojmë ku tjetër veçse te horoskopi ekonomik për të parë se si nis dita për 12 shenjat e zodiakut. Duke nisur menjëherë me shenjën e parë, dashen, do jesh në një fazë ringjalljeje profesionale. Projekte që ishin zvaritur mund të marrin një impuls në këtë të hënë. Kujdes të mos nxitohesh me vendime financiare, është mirë që të shqyrtoni mirë ofertat përpara se të firmosni një kontratë apo një marrëveshje. Për të vijuar më tej me shenjën e radhës, Demi. Kjo është një ditë e favorshme për të hequr dorë nga detyrime që nuk të shërbejnë më. Mund të ketë propozime të reja pune ose rishikime kontratash, por mos u nxito, zgjidh me kujdes çdo detaj financiar. Është e rëndësishme të theksohet. Shkojmë tek binjakët. Energjia dhe komunikimi janë të mirënjohura për ju. Projekte që lidhen me ide, marketing apo media mund të kenë sukses në ditën e sotme. E rëndësishme është të mbani ekuilibrin në shpërndarjen e kohës dhe në investimet e vogla për të mos u lodhur. Kjo është gjithçka që duhet të ketë parasysh një binjak ditën e sotme për të shkuar sa më mbar. Dhe për të vijuar me gaforen, dita sjell mundësi për rikthim ose për të rifilluar ide që kishin ngecur. Në punë është e rëndësishme të ruani durimin dhe të qëndroni mbi gjithçka tjetër pragmatik. Ndonjë tension me kolegët edhe mund të lindë gjatë ditës së sotme, por e rëndësishme është që ju deri në fund ta menaxhoni me kujdesin e duhur. Shkojmë tani tek Luani, është shenja e radhës ku ne do të ndalemi edhe do të kemi një parashikim kështu sipas Paulo Fox dhe sipas pozicionimit të yjeve për këtë shenjë të horoskopit. E me që jemi tek yjet, janë pikërisht ato që ju paralajmërojnë që mund të kaloni momente goxha sfiduese në aspektin profesional. Disa pengesa mund të vinë në rrugën tuaj, prandaj është e rëndësishme që të përqendroheni më shumë tek organizimi dhe të mos i shpenzoni të gjitha energjitë menjëherë. Ruajini energjitë se është javë e gjatë dhe sot është vetëm e hënë, kështu që ju presin shumë ditë të tjera përpara dhe nuk do duhet patjetër që ta ezauroni energjinë që në fillim. Shkojmë tek shenja e radhës, tek Virgjëresha. Shenja jote është në një pozicion relativisht të qëndrueshëm në këtë fillim jave. Një mundësi financiare mund të dalë nga një ide që në fakt e ke lënë pas dore. Analiza dhe strategjia janë dy aleatët kryesor dhe e rëndësishme është po ashtu që nëse ju vijnë sugjerime nga një mik i afërt, i merrni parasysh të gjitha edhe ti vendosni vath në vesh në mënyrë që gjithçka në aspektin profesional dhe financiar të ecë në drejtimin e duhur. Shkojmë tek Peshorja, tek shenja e radhës. Në aspektin e punës dhe atë ekonomik mund të ndihesh në tension ose mund të kesh pritshmëri që nuk realizohen menjëherë. Një njohje ose kontratë që pret të konfirmohet mund të marrë kohë. E rëndësishme është të keni kujdes me projektet që shkojnë në dy drejtime të ndryshme. Zhvendosemi tek shenja e radhës, do të jemi këtë herë tek Akrepi, ashtu sikurse funksionon në fakt pas Peshores vjen Akrepi, ka energji të fortë që të përkra në fakt në ndryshime sa i përket fushës profesionale. Projekte që kanë bazë të mirë mund të marrin hovë ditën e sotme. E rëndësishme është të jeni të vendosur dhe të mos lejoni që mendimet e të tjerëve të pengojnë të ecësh përpara. Zhvendosemi tek Shigjetari, është shenja e radhës që do të përmendim. Dita është e përshtatshme për të eksperimentuar dhe për të sjellë ide të reja në punë. Megjithatë, po ashtu duhet që të mos prisni gjithçka pa pritur. Duhet të ruani kontrollin, konsiderojeni sikur keni një pedal frenash dhe duhet patjetër ta përdorni në momentin e duhur dhe mos e hidh hapin përpara se ti jesh i bindur që mund ta bësh siç duhet këtë fazë. Shkojmë tek Briciapi, profesionalisht i stabil dhe i qëndrueshëm në këtë moment me përkushtim edhe durim mbi gjithçka tjetër, mund të arrish ato që ke menduar prej kohësh, një angazhim i ri ose përgjegjësi, shtesë mund të vijë e rëndësishme. Mbi gjithçka është që ju të përballeni me maturi edhe të mos u nxitoni përballë këtij angazhimi apo përgjegjësie. Shkojmë tek Ujori.
Në punë mund të ndihesh i frymëzuar edhe me nevojën e kahershme për të pasur një ndryshim, mund të lindin propozime kreative që tërheqin vëmendje, por do duhet të menaxhosh sfidat e bashkëpunimit dhe negociatat me tepër kujdes. Këto duhet jenë të gjitha sinjalet që duhet i ndjek shenja e ujorit ditën e sotme. Shkojmë tek peshqit, në aspektin e punës prania e intuitës mund të të ndihmojë të kapësh detaje që të tjerët i kalojnë edhe nuk i shohin, disa pengesa mund të vinë, por me bashkëpunime dhe fleksibilitet mund të kalohet gjithçka. Dhe jo vetëm për peshqit, po për gjitha shenjat e zodiakut, me pak më shumë për kushtim, edhe duke menduar më pozitivisht, por gjithmonë duke gjykuar nga ana tjetër ftohtë, çdo pengesë mund të largohet nga rruga juaj.